zero habi, zero çudi. E kemi përmendur, e kemi thënë në këtë emision, kur kemi folur për gjykatën speciale. Një gjë që është nisur padrejtisht, që ka vazhduar padrejtisht, do të përfundojë padrejtisht. Tani do shohim sa ata gjyqtarët janë vërtet pansh. Po, unë kam zero habi, zero çudi. Është nisur padrejtisht, ka vijuar padrejtisht, dhe fundin padrejt do të ketë, pse nga do vi. Kështu që s'kam asnjë çudi. Kjo është pasojë e sjelljes fëminore të klasës politike të Kosovës 10 vjet më para kur miratuan gjykatën speciale. Në Kosovë prevalojnë dy mendime, dy opinione, vlerësime të themi. Disa thonë që ata do të lirohen për tek saj pas një kusht dhe disa të tjerë thonë do të dënohen. Cili është mendimi jot? Unë ta dash shpjegimin tim për tek saj. Po. Do lirohen s'do lirohen, kjo është një gjë që do ta shohim. Prokuroria ka kërkuar nga 40 sa vite burg për secilin. 180 vite. 180 vite, po ne nuk jetojmë sa shqiponja, domethënë, nëse do të konfirmohet ai dënim, asnjë nga këta s'del gjallë nga burgu. Jo. Se s'ka moshë. Pra, është ka shans me marrë ndonjë dënim më të ulët apo? Kjo është tjetër gjë pastaj. E qartë. Po të themi punën e prokurorisë. Pra, kjo gjykatë, kjo prokurori nuk do të ishte ngritur nëse këta burra bashkë, edhe ca tjerë që janë jashtë, dhe gjithë opinioni publik në Kosovë, 10 vjet më parë, nuk do bënin trysni për themelimin e kësaj gjykate. Kjo është pasojë e. Po që kjo gjykatë është ngritur në padrejtësi dhe ka vijuar punën në padrejtësi dhe do ta përfundojnë padrejtësi, unë nuk kam dyshimin as më të vogël, se kam pas kurrë. E kemi thënë edhe një muaj më parë kur kemi folur për gjykatën speciale. Kështu që zero surprizë, zero habi, zero çudi, zero. Tani do të shohim a ka vërtet gjykatë pavarur. Po unë druaj shumë se këta do dënohen dhe do bëhen shembull pikërisht për shkak se kjo gjë është ngritur në padrejtësi. Në deklaratën e prokurorës kishte shumë pikpyetje, por vërtet le ta shohim. Ne shpresojmë në një akt gjykues lirues për të gjithë këta. Shiko, se ç'mendojmë unë e ti, ç'mendon populli i Kosovës, kjo punë është e qartë. Ne prap nuk duhet të ikim thelbit. Nga gjeneron kjo padrejtësi. Kjo padrejtësi gjeneron nga krijimi e një procesi të stisur që në themelet e saj, e shpjeguam me Carla Del Ponte nga vjen, nga Serbia dhe nga Rusia. Dhe këtu na u tha dhe na u shit që është presion që na vjen nga Perëndimi dhe nga Amerika, po keni harruar. Se kam harruar. Por në fakt, Bojmen mirë. Kjo është e stisur nga Serbia dhe nga Rusia. Përderisa nuk artikulohet hapur kjo gjë, ne do vazhdojmë gënjejmë njëri tjetrin. Fatkeqësisht çmimi më të lartë do ta paguajnë këta çkretët dhe familjet e tyre. Agnes, ana ja ka paguar tani se u bën 6 vjet burg. Edhe sikur të lirohen, prapa ata kanë bërë 6 vjet burg. 6 vite tjetër kush ja kthen atë? Dhe familjeve të tyre. Është rënd kjo që ka ndodhur.